Pavarësisht obligimeve ligjore për krijimin e kushteve të sigurta të punës, në shumë vend punishtë të ndërtimi vazhdojnë të evidentohen shkelje që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e punëtorëve. Mungesa e pajisjeve mbrojtëse personale, skelat e vendosura në kundërshtim me standardet, hapësirat e pambrojtura dhe mosrespektimi i procedurave të sigurisë janë vetëm disa nga parregullsitë që inspektorët hasin gjatë kontrolleve në terren. Për të verifikuar zbatimin e ligjit, Inspektorati Qendror i Punës zhvillon kontrolle në vend punishtë të ndërtimi në Prishtinë, ku përveç masave të sigurisë dhe shëndetit në punë, objekti i inspektimit bëhet edhe respektimi të drejtave të punëtorëve, përfshirë zbatimin e pagës minimale dhe dokumentacionin që punëdhënësi është i obliguar ta mbajë sipas legjislacionit në fuqi. Inspektimi nis në katet e objektit aty ku punëtorët vazhdojnë aktivitetin e përditshëm. Inspektorët vëzhgojnë mënyrën se si kryhen punët, përdorimin e pajisjeve mbrojtëse personale dhe respektimin e rregullave elementare të sigurisë. Në pak minuta, konstatohet se njëri nga punëtorët është duke prerë armaturë pa përdorur syzat mbrojtëse, pajisje e cila është e detyrueshme për këtë lloj pune dhe synon të parandalojë dëmtimet e syve nga copzat metalike që shkëputen gjatë prerjes. E që ato jetu prej armatura? Okej. Kuj ki syzat? Do dhe kam fush. Pse? Pse s'pi përdor syzat? Po s'ka lidhje 1, 2, 3, 4, s'qëm pesha ja. A ti ka e pundon se syzat, po? Pse si man me veti, zotni? Po, bohoj me veti, se e visi pa pritu. He? S'bën be me pritu? Nuk duhesh me pritu. Sa ajo është si masë mbrojtëse për ty. Për inspektorët, përdorimi i pajisjeve mbrojtëse nuk është çështje zgjedhjeje, por detyrim ligjor. Mos përdorimi i tyre, qoftë edhe për një periudhë të shkurtër, mund të ketë pasoja serioze për shëndetin e punëtorëve. Inspektorët bëjnë evidentimin përfundimtar të parregullsive të konstatuara gjatë inspektimit. Mungesa e mbrojtjeve kolektive, skelat e montuara në kundërshtim me standardet dhe hapësirat e pambrojtura në pjesën e ashensorëve konsiderohen shkelje që paraqesin rrezik të drejtë për drejtë për jetën e punëtorëve. Bazuar në këto konstatime, inspektorati nis procedurat për ndërprerjen e punimeve. Është konstatuar që ka mangësi të konsiderueshme në zbatimin e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë, të cilat paraqesin rrezik të lartë për shëndetin e punëtorëve. U konstatu se hapësirat e liftave janë domethënë pa mbrojtje adekuate, duke kryer rrezik të lartë për rënien e punëtorëve nga lartësia. Gjithashtu është konstatuar se shkallët domethënë nuk janë të pajisura me farmak mbrojtës duke mos u përmbush kërkesat për siguri dhe shëndet në punë, ndërsa skelet nuk ishin të montuara dhe të siguruara në përputhje me kërkesat dhe standardet e sigurisë. Për këto, domethënë, shkelje të konstatume në këtë vend punishte, do të nxirret vendim për ndalimin e punimeve dhe vendimi do të jetë në fuqi deri në eliminimin e këtyre parregullsive që janë konstatuar në këtë vend punishte.